A ka dallim freni i dorës klasik pej freni i dorës elektrik? Na kanë mësuar ne, për ta, na kanë shpjeguar ne. Plot menojnë që e kanë funksionin e njëjtë e kishe veç është ndryshim estetik. Are you sure about that? Mas pari ty këshirë nëse qysh funksionojnë. Freni i dorës klasik funksionon përmes një litari qelik, ama i kena dy lloje. Njoni funksionon si bicikl. Kur të ngrehet litari, ti shtrëngon një stik të frena për disku. E lloji tjetër është zakonisht një montum boshtë rrotës, edhe kur të ngrehet litari, i shtyp këpucët e frenave kundër sipërfaqes në brendshme të tamburit edhe i bllokon. Po çfarë përdoret edhe për drift? Amo freni i dorës e ka rolin veç për parking që mi pas frenat aktiv e mos me ti kerrin kujshi. Hajde, bojram, hajde. Për shkak të bllokimit nuk bon me ngrej frenin e dorës gjatë vozitjes se sillesh si banane. E te freni i dorës elektrik është muhabeti ma ndryshe. Kjo ka një motor të vogël që përmes rrymës ta nxjerr cilindrin edhe e shtyp diskun. Po për dallim prej klasikit, në rast urgjente ky mund edhe me ta pështu jetën. Për shembull, nëse shoferi e hup vedijen, mund edhe bashkë udhëtari me ngrej frenin elektrik se ky nuk sillet si banane se nuk i bllokon rrotat. Po ky bashkëpunon me ESP-n edhe ABS-in që arrin me ta nal kerrin pa e hup kontrollën. Pra, dallimi i frenit dorës klasik me elektrik është se klasiki fillimisht e ka pas veç rolin me ta frenu kerrin parking ose me nis ma let në tenalze. A freni elektrik përpas kësaj mund me përdor edhe për frenim në raste urgjente. Tash bën e tak dikon që e din që se din.